Laguna e Nartës pushtohet nga flamingot, çafkat dhe pelikani kaçurel, specie këto tepër të veçanta, të cilat janë të shumta në numër përgjatë kësaj periudhe. Prezenca e tyre në lagunën e Nartës është përgjatë gjithë vitit, por numri i tyre për shkak të kushteve atmosferike si dhe ushqimit rritet të ndjeshëm në pranverë, duke ndikuar në shtimin e këtyre shpendëve. Ky diell në lagunën e Nartës ka bërë që aty të gjenden me qindra specie të tilla, duke dhuruar një spektakël më vete. Specie këto, të cilat i kanë shtuar edhe më tepër bukurinë, një tjetër atraksioni turistik të Vlorës, manastirit të Zvënëcit. Në këtë lagunë krahas flamingove nuk mungojnë as specie të tjera të veçanta, si pelikani kaçurel, rosa, por edhe çafkat. Siç shihet edhe nga pamjet, flamingot zakonisht qëndrojnë në njërin këmbë, ndërsa tjetra futet nën trup. Arsyeja është se qëndrimi në njërin këmbë i lejon zogjt të ruajnë më shumë nxehtësi trupore, duke patur parasysh se ato kalojnë një kohë të konsiderueshme të kohës duke lëvizur në ujë të ftohtë. Zona ujore të gjera, të cekta, kripore në disa raste mund të shihen, madje edhe në brigjet baltore, por edhe plazhe, janë këto mjediset më të përshtatshme ku mund të gjenden këto specie. Ky shpend nuk folezon në Shqipëri, por është i pranishëm gjatë gjithë vitit. Gjatë dimrit gjenden në brendësinë më të madhe. Mund të shihet në kriporen e Nartës kryesisht, por edhe në lagunën e Karavastas. Flamingo folezon në koloni, e kolonit më të afërta gjenden në brigjet e Mesdheut, të Europës perëndimore, por edhe në Turqi.